Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump, njoftoi një tarif bazë prej 10% për të gjitha importet në SBA, por disa vende, duke përfshirë Kinën dhe Bashkimin Evropian, do të ndërshkohen me taksa më të larta. Presidenti Amerikan Donald Trump vendosi një tarif bazë për 10% për të gjitha importet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tarifa më të larta për 10 vende të tjera, duke përfshirë disa nga partnerët më të mëdhenj tregtar. Detyrimet gjithëpërfshirëse pritën të ngrenë barriera të reja rreth ekonomisë më të madhe të konsumit në botë, duke përmbysur dekada të liberalizimit të tregtisë që kanë formësuar rendin global. Partnerët tregtar do të përgjigjen me kundërmasat e tyre që mund të çojnë në çmime ndjeshëm më të larta për çdo produkt. Kontratat e së ardhmes aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rëndjeshën pas njoftimit, pas javësh të paqëndrueshme tregtimi, ndërsa investitorët spekuluan se si tarifat e ardhshme mund të ndikojnë në ekonominë globale, inflacionin dhe fitimet e korporatave. Aksionet amerikane kanë fshirë vlerën e afro 5 trilion dollarëve që nga shkurti. Importet kineze do të goditen me një tarif 34% përveç 20% që ai vendosi më parë, duke e çuar taksën e re totale në 54%. Aleatët e ngushtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk u kursyen përfshirë Bashkimin Evropian, i cili përballet me një tarif për 20% dhe Japonin me një normë për 24%. Tarifat reciproke, tha Trump, ishin një përgjigje ndaj detyrimeve dhe barierave të tjera jo tarifore të vendosura ndaj madrave amerikane. Ai argumentoi se taksat e reja do të rrisin vendet e punës në sektorin e prodhimit amerikan. Kanadaja dhe Meksika, dy partnerët më të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë përballen me tarifa 25% për shumë mallra dhe nuk do të përballen me taksa shtesë nga njoftimi i fundit. Ndërkohë mallrat e një grupi vendesh me tregtim më të vogël me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë Shqipërinë, tarifohen me 10%. Breshëria e ndëshkimeve të Trump ka tronditur tregjet financiare dhe bizneset që janë mbështetur në marrëveshje tregtare që kanë qëndruar në fuqi që nga mesi i shekullit të kaluar. Më herët gjatë ditës administrata Trump tha se një grup i veçantë tarifash për importet e automjeteve që presidenti njoftoi javën e kaluar do të hyjë në fuqi duke filluar nga e njëjtja. Presidenti amerikan më parë vendosi taksa 25% për çelikun dhe aluminin, duke përfshirë nën produktet e këtyre metaleve me vlerë gati 150 miliard dollar. Shqetësimet për tarifat kanë ngadalësuar aktivitetin e prodhimit në të gjithë globin, duke nxitur gjithashtu shitjet e makinave dhe produkteve të tjera të importuara, pasi konsumatorët nxitojnë të bëjnë blerje përpara se çmimet të rriten. Bashkimi Evropian po përgatitet të kundërshtojë tarifat e SBA-s pasi presidenti Donald Trump vendosi taksa 20% ndaj bllokut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi nevojën për negociata dhe paralajmëroi përprasoja në ekonominë globale. Bashkimi Evropian po përgatit masa për të kundërshtuar tarifat e fundit nga presidenti amerikan Donald Trump nëse negociatat me Shtëpinë e Bardhë dështojnë, u shpreh presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Administrata amerikane vendosi tarifa 20% ndaj bllokut një ditë më parë. Duke folur në një transmetim të drejtë për drejtë, presidente e Komisionit Evropian tha se lëvizja Trump ishte një goditje e madhe për ekonominë botërore që do të shkaktonte pasoja. Duket se nuk po vendoset rregull në kaos, asnjë rrugë të qartë drejt kompleksitetit që po krijohet, pasi të gjithë partnerët tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë goditur, tha von der Leyen. Kreu i Komisionit Evropian paralajmëroi për pasoja të mëdha, duke thënë se efekti do të ndihej menjëherë dhe se konsumatorët në mbar botën si dhe bizneset do të ndikoheshin negativisht. Pasiguria do të thellohet dhe do të shkaktojë rritjen e proteksionizmit të mëtejshëm, ndërsa pasojat do të jenë të tmerrshme për miliona njerëz në mbar globin, gjithashtu për vendet më të cënueshme, të cilat tani janë subjekti disa prej tarifave më të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u shpreh ajo. Von der Leyen bëri thirrje për negociata, duke thënë se bloku do të punojë drejt uljes së barrierave, jo rritjes së tyre. Nuk është e përvonë për të adresuar shqetësimet përmes negociatave. Le të kalojmë nga konfrontimi në negociata, theksoi ajo. Presidenti e Komisionit Evropian tha se ishte dakord me Trump për faktin se disa vende po përfitonin padrejtisht nga rregullat aktuale të tregtisë botërore. Ajo theksoi se Bashkimi Evropian është i gatshëm të mbështesë përpjekjet për ta bërë sistemin botëror të tregtisë të përshtatshëm për realitetin e ekonomisë globale. Megjithatë, ajo paralajmëroi gjithashtu se tarifat si mjeti i parë dhe i fundit nuk do ta rregullojnë tregun. Bashkimi Evropian vendosi kundër tarifa ndaj masave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
për aluminin dhe çelikun me vlerë 26 miliardë euro, detyrimet e pezulluara më parë, të cilat ishin pjesërisht në fuqi gjatë mandatit të parë të Trump si president, do të rivendosen së bashku me një sër detyrime shtesë për mallrat e mëtejshme. Çeliku dhe alumini i klasës industriale së bashku me produktet e tyre derivate ishin pjesë e masës. Një sër produktesh të tjera si whisky, produkte bujqësore, artikuj letre, pajisje shtëpiake dhe më shumë ishin gjithashtu në listën e Bashkimit Evropian. Pas një shtyrje, këto tarifat pritet të hyjnë në fuqi nga mesi muajit prill. Ari arriti një nivel rekord pas njoftimit të tarifave të reja nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Investimet në metalin e çmuar janë shtuar, ndërsa shqetësimet për ngadalësimin e ekonomisë dhe pasurinë globale mbeten në qendër të vëmendjes. Investitorët e shqetësuar u mblodhen drejt aseteve të sigurta dhe quan arin në një nivel rekord pasi presidenti Donald Trump vendosi tarifa agresive drejt importeve. Ari u reduktua pak në 3.132.69 dolar në mëngjes pasi arriti nivelin më të lartë të gjitha kohërave, prej 3.167.57 dolar në orët e mëparshme. Kontratat e së ardhmes së Arit në Shtetet e Bashkuara ran me 0.4% në 3.155 dolar. Një ditë më parë Trump zbuloi një tarif bazë për 10% për të gjitha importet në Shtetet e Bashkuara dhe taksa më të larta për 10 vende, duke përfshirë disa nga partnerët më të mëdhenj tregtar dhe duke thelluar një luftë tregtare që ka tronditur tregjet globale. Një nga arsyet pse Ari mbështetet është për shkak të ngadalësimit që tarifat pritet të shkaktojnë në ekonominë e Shteteve të Bashkuara, duke rritur perspektivat e uljes së normave të ardhshme. Administrata Trump konfirmoi se tarifat globale prej 25% për makinat dhe kamionet do të hyjnë në fuqi më 3 prill, siç ishte planifikuar, dhe detyrimet për pjesët e importit do të fillojnë më 3 maj. Ari, një mbrojtje kundër paqëndrueshmërive politike dhe financiare, është rritur më shumë se 19% këtë vit, kryesisht nxitur nga shqetësimet tarifore, mundësi të uljes së normave, konfliktet gjeopolitike dhe blerjet e bankave qendrore. Ekzistojnë gjithashtu disa ballafaqime midis tregtarëve që parashikojnë se politikat e Trump do të shtyjnë bankat qendrore të parkojnë rezervat e tyre në ardh dhe jo në asete të shprehura në dollar amerikan, thonë ekspertët. Lista e pagave private në Shtetet e Bashkuara u rrit më shumë se sa pritej në mars, por kjo nuk i ndryshoi pikpamjet e ekonomistëve se tregu i punës po ngadalsoi në sfondin e pasigurisë ekonomike në rritje. Për sa u përket metaleve të tjera, argjendi ra 2.6% në 33.13 dolar për onzë, platini në 1.6% në 968.24 dolar. Tarifat tregtare të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump kanë prekur edhe vendet e Ballkanit perëndimor. Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut janë më të goditurat me tarifat që variojnë përkatësisht nga 37 deri 33%, ndërsa për Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi, tarifat për mallrat që eksportohen në SBA do të jenë 10%. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur tarifa të reja doganore për importet nga 60 vende, përfshirë ato të rajonit të Ballkanit, një masë që pritet të ndikojë ndjeshëm në tregtinë ndërkombëtare. Duket se Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi janë më të avantazhuara sa i përket masave të vendosura. Maqedonia e Veriut do të përballet me një tarif prej 33%, ndërsa Serbia është vendi më i prekur me një normë prej 37%. Bosnjë-Hercegovina do të ketë një tarif prej 35%, ndërsa Shqipëria, Mali dhe Kosova do të përballen me një normë të ulët prej 10%. Këto tarifa synojnë të mbrojnë prodhimin vendas amerikan, por pritet të shkaktojnë reagime nga vendet e prekura, duke ndikuar në marrëdhënie tregtare dhe ekonomike mes SBA-s dhe rajonit. Presidenti i Amerikës është shprehur se tarifat më të larta do të vendosen për ato vende të cilat suficiti tregtar është më i lartë. Scanintel ka marrë në analizë marrëdhënie tregtare të vendeve të rajonit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parë se çfarë thon shifrat. Sa i përket vendit tonë, në vitin 2024 importet u vlerësuan në 20 miliard lekë, ndërsa eksportet në 7 miliard lekë, me një deficit tregtar në gati 13 miliard lekë. Ndërkohë Serbia, e cila është dhe më e prekur, eksportoi në total mallra me vlerë 209.9 milion dollar drejt SBA-s dhe importoi mallra me vlerë në 814.4 milion dollar nga SBA-ja, duke rezultuar në një deficit për 604.5 milion dollarësh. Produktet kryesore që Serbia eksportoi drejt SBA-s përfshin gomat automjeteve dhe municione eksplozive. Nga ana tjetër, edhe Maqedonia e Veriut do të preken ndjeshëm nga tarifat. Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Maqedonisë Veriut dhe Shteteve të Bashkuara gjatë vitit 2024 kanë qenë të qëndrueshme, me një deficit tregtar në disfavor të Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave, në vitin 2024 Maqedonia eksportoi mallra drejt SBA-s me një vlerë totale prej 60.6 milion dollarësh dhe importoi mallra nga SBA-ja me një vlerë prej 173.7 milion dollar, duke rezultuar në një deficit tregtar prej 113.1 milion dollarësh.
Gjatë vitit 2024 kanë qenë të paktët pensionistë të cilët kanë hapur një llogari me shërbime bazike në bank për të tërhequr pensionin. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në vitin që lan pas janë krijuar vetëm 1007 llogari me shërbime bazike. Deri në fund të vitit 2024, pranë bankave janë hapur vetëm 1007 llogari me shërbime bazike, mbajtës të cilave janë pensionistët, përfituesit e ndihmave ekonomike ose invaliditetit, studentët dhe të tjerë. Shifrat tregojnë se vitin e kaluar ka pasur një interes të ulët nga të moshuarit për të hapur një llogari në bank, e cila do të shërbente për të tërhequr pensionin në sportel ose me kartë në bankomat, por edhe për të kryer pagesa të ndryshme. Pensionistët vijojnë t'i qëndrojnë besnik postës që shpesh herë ja dërgon pensionin e tyre në shtëpi, ndërsa si rrjedhoi mungesës së degove fizike të bankave. Posta mbetet alternativa kryesore për tërheqjen e pensionit nga të moshuarit në zonat rurale. Ligji për llogaritë e pagesave me shërbime bazike që hyri në fuqi në janar të 2024-s i detyron banka që të ofrojë një llogari bazike për përfituesit e pagesës së papunësisë, familjet dhe individët, të cilët trajtohen me ndihmë ekonomike, përfituesit e pagesës së aftësisë së kufizuar dhe ndihmësit personal të tyre, për ata me statusin e invalidit dhe ndihmësit personal të tyre, të verbrit dhe ndihmësit personal të tyre, invalidët të punës për pagesën shtesë mbi pensionin e invaliditetit, pensionistët, studentët, jetimët, përfituesit e pensionit social e të tjerë. Megjithatë, nuk është e detyrueshme që këto kategori t'i marrin pagesat nga shteti në bank. Përmes kësaj iniciative synohej promovimi dhe rritja e përfshirjes financiare të popullsisë, duke krijuar lehtësira për kategori konsumatorësh, të cilët e kanë të vështirë apo të pamundur, hapjen dhe mbajtjen e një llogarie pagesash rrjedhëse në banka. Për shkak të kostove që ajo mbart, pensionistët nuk kanë asnjë kosto për hapjen dhe mirëmbajtjen e një llogarie bazike, por edhe asnjë komision për pajisjen me kartë. Tarifa parashikohen vetëm në raste të veçanta. Bankat nuk hapin një llogari pagesash me shërbime bazike në rastet kur konsumatori mban një llogari pagese ekzistuese në një bank tjetër në Shqipëri, përveç rasteve kur konsumatori deklaron se është njoftuar për mbylljen e llogarisë së pagesave në bankën tjetër. Sipas deklaratave të mëparshme nga Banka e Shqipërisë, mbi 70.000 pensionistë dhe ata që marrin ndihmë sociale e marrin pensionin në bank, ndërsa shumica e marrin përmes postës. Nëse bëjmë një krahasim me Kosovën, në këtë të fundit rezultoi një numër më i madh pensionistësh që e marrin pensionin përmes bankës. Sipas të dhënave nga Banka Qendrore e Kosovës, numri i llogarive me shërbime bazike e kalon shifrën prej 320.000 përfituesish. Në kuvend janë depozituar ndryshimet dhe shtesat në ligjin për të huajt që synojnë përmirësime në fushën e të drejtave të migrantëve, refugjatëve, azilkërkuesve si dhe të mbrojtjes sociale. Me ndryshimet e propozuara, projekt ligji pritet të sjellë përmirësime në politikave migratore të shtetit shqiptar. Në kuvend janë depozituar ndryshimet dhe shtesat në ligjin për të huajt. Këto ndryshime synojnë përmirësime në fushën e të drejtave të migrantëve dhe anëtarëve të tyre të familjes, refugjatëve dhe azilkërkuesve, si dhe të mbrojtjes sociale, akses në programe dhe shërbime integrime, ofrimit më të mirë të informacionit, procedurave të lehtësuara të ofrimit të shërbimeve për migrantët. Referuar dokumentit, projekt ligji për të huajt përcakton kriteret e hyrjes, qëndrimit, punësimit dhe daljes nga territori të huajve, dhe ky projekt ligj vjen si një element i rëndësishëm në kontekstin kombëtar për të ndikuar më tej në hapjen e rrugëve të migracionit të rregullt për punësim, si dhe në drejtim të menaxhimit të hyrjeve të huajve në kontekstin e turizmit në rritje. Lufta kundër migracionit të parregullt mbetet një nga kërkesat prioritare në kuadër të procesit të aderimit në Bashkimin Evropian dhe për këtë qëllim, projekt ligji integron dispozita të përmirësuara që kanë të bëjnë me politikën e kthimeve, ripranimeve, veçanërisht të lidhura me urdhrin e largimit dhe urdhrin e dëbimit. Me ndryshimet e propozuara, projekt ligji pritet të sjellë përmirësimin e politikave migratore të shtetit shqiptar, duke lehtësuar shërbimet e migracionit të rregullt nëpërmjet digitalizimit të plotë të proceseve migratore, veçanërisht lidhur me aplikimin e të huajve për vizë, leje qëndrimi dhe leje unike. Projekt ligji sjell dispozita të përmirësuara në drejtim të detyrimeve të dala nga procesi i integrimit evropian, në përputhje me rekomandimet e progres raportit të Bashkimit Evropian, si dhe synon të adresojë mangësitë e dala nga procesi screening.
Ndërkohë përcaktojnë qartë autoritetet përgjegjëse për të huajt, duke përfshirë autoritetet e ngarkuara me lehtësimin e integrimit të tyre, qartësimin e të drejtave të huajve. Autoriteti shtetëror qendror përgjegjës për përcaktimin e statusit të pashtetësisë, tashmë DDI struktura që mbulon çështjet e shtetësisë, azilit dhe të huajve në Ministrinë e Brendshme. Po kështu theksohen disa parashikime të rëndësishme mbi të drejtën e shtetasve të vendeve të Bashkimit Evropian, të anatarëve të familjeve të tyre për të lëvizur dhe banuar lirisht brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe përmirësimi dhe lehtësimi i kritereve për akses në tregun e punës. Evropës do t'i duhen mbi 10 miliard euro shtesë për të rimbushur depozitat e gazit këtë vit përpara dimrit. Kërkesa e lartë dhe furnizimet e pakta nga gasjellësit e detyrojnë Evropën të mbështetet në importet globale. Evropa mund të ketë nevojë deri në 250 ngarkesa shtesë të gazit natyror të lëngshëm këtë vit, që kushtojnë të paktën 10.3 miliard euro për të rimbushur depozitat e gazit përpara dimrit. Kërkesa gjatë dimrit 2024-2025 ishte më e lartë se një vit më parë për shkak të motit më të ftohtë dhe më pak erë, duke rezultuar në më shumë tërheqje nga depozitat e Bashkimit Evropian, të cilat tani janë më pak se 34% të mbushura, shifra më e ulët që nga viti 2022. Bazuar në objektivet aktuale të Komisionit Evropian të vendosura për të ndihmuar në parandalimin e mungesës së furnizimit pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, vendet e depozitimit të gazit në të gjithë Bashkimin Evropian duhet të mbushen sërish në 90% deri më 1 nëntor. Me më shumë gaz për të blerë dhe më pak furnizime që vijnë nga gasjellësi, Evropa do të duhet të mbështetet në LNG, e tregtuar globalisht, dhe të paguajë një çmim më të lartë për të konkurruar me blerësit në Azi. Evropa do të duhet të blejë në mënyrë mjaft agresive këtë pranverë dhe verë për të rimbushur inventarët, thonë ekspertët e sektorit. Arritja e objektivit për 90% do të kërkonte 57.7 miliard metra kubi injeksione neto, 25.8 miliard më shumë nga viti në vit, ose deri në 250 ngarkesa shtesë LNG sipas firmës analitike Kpler. Bazuar në çmimin aktual evropian të gazit për rreth 41 euro për megavator, që do të ishte një kosto shtesë për 10.3 miliard eurosh për të mbushur vendet e magazinimit këtë vit, sipas llogaritjeve të Reuters. Pritet që objektivi i 1 nëntorit do të shtyhet, që të jap më shumë hapësirë për manovrimin importuesve evropian për të përmbushur objektivat këtë vit, thonë analistët. Komisioni Evropian po shërton lehtësimin e kërkesave të ruajtjes me propozimin e fundit që sugjeron arritjen e 90% pa datë specifike midis 1 tetorit dhe 1 dhjetorit. Sipas firmës analitike Kpler, depozitat e Bashkimit Evropian mund të mbushen 76 deri në 78% deri më 1 nëntor dhe ende të jenë në përputhje me rregulloret e reja të mundshme. Kjo do të kërkonte ende 120 ngarkesa shtesë LNG nga viti në vit, shpjeguan analistët. Pagesat elektronike në Greqi u rritën me 8.3 miliard euro në vitin 2024, duke zëvendësuar përdorimin e parave kesh dhe duke zbuluar transaksionet e padeklaruara. Kjo ka çuar në një rritje të ardhurave nga TVSH-ja që arritën në 19 miliard euro. Transaksionet e padeklaruara dhe xhirot e fshehura për miliarda eurosh në Greqi u zbuluan nga rritja e pagesave elektronike dhe ndërlidhja e kasave me terminalet POS në vitin 2024. Ndërkohë, arka e shtetit u forcua me të ardhura shtesë nga TVSH-ja për 2.66 miliard euro. Pagesat elektronike u rritën vitin e kaluar me 8.3 miliard euro, nga të cilat 7.5 miliard kanë të bëjnë me transaksionet në sektorin e tregtisë dhe shërbimeve, duke zëvendësuar përdorimin e paras kesh për 5.79 miliard eurosh. Qeveria shpreson të gjenerojë më shumë të ardhura duke luftuar evazionin fiskal për të financuar ulje tatimesh dhe masa të tjera. Të ardhurat e konfirmuara nga TVSH-ja nga 16.38 miliard euro në 2023 u rritën në 19.05 miliard euro në vitin 2024, ndërsa të dhënat e detajuara për të ardhurat dhe arkëtimet nga TVSH-ja përmes pagesave elektronike sipas sektorëve të veprimtarisë janë reflektuar në një studim të Autoritetit të Administratës Publike. Reduktimi i evazionit fiskal në lejon të ulim taksa dhe të mbështesim shoqërinë, njoftojnë burime qeveritare, duke shtuar se kjo do të bëhet edhe këtë vit me në fokus fondin e identifikimit të taksave dhe gjithmonë brenda kornizës së rregullave fiskale europiane. Baza e taksave u rrit me 22 miliard euro nga viti 2023 në 2024, duke rritur TVSH-n e certifikuar me 2.6 miliard euro. Fal këtyre të ardhurave shtesë, ne mund të mbështesim në mënyrë më efektive shëndetësinë, arsimin, infrastrukturën, çdo aspekt të
jetës sonë të përbashkët. Basi i një radhës është ta pasurojmë këtë mundësi me mjetet e reja, njoftojmë përfaqësuesit e qeverisë. Zëvendësimi i keshit me pagesat elektronike çoi në zbulimin e transaksioneve të padeklaruara, duke rritur drejt për drejt të ardhurat nga TVSH-ja, ndërsa mbërselënse janë veçanërisht ndryshimet në aktivitetet profesionale ku transaksionet elektronike u rritën me shpejtësi. Në disa sektorë, rritja e argëtimeve përmes pagesave elektronike është mbërselënse. Për shembull, në sektorin e konsulentës kompjuterike, pagesat elektronike u rritën me 2,459% nga 4,8 milionë euro në 2023 në më shumë se 124 milionë euro në 2024, ndërsa në operimin e teatrove nga 3,6 milionë euro në më shumë se 20,6 milionë euro, duke shënuar një rritje prej 469%. Për sa u përket taksive, pagesat elektronike janë rritur me 221%, duke nxjerrë në dritë 50,5 milionë euro transaksione shtesë. Në tregtim me pakisë, pagesat me kartë janë rritur me 271%, në transportin ujor të udhëtarëve me 101%, në tregtim me pakicë me postë ose internet me 82% dhe në palestra me 81%. Sektori shitjes me pakicë shënoi rritjen më të madhe, plus 3,11 miliardë euro të ardhurave të gjeneruara përmes kartave të pagesave ndërmjet viteve 2024 dhe 2023, ndërsa hotelieria dhe akomodimi shënuan rritje të mëdha për 1,47 miliardë eurosh dhe 567 milionë eurosh përkatësisht. Zëvendësimi i parave kesh me pagesa elektronike çoi në zbulimin e transaksioneve të padeklaruara, duke rritur menjëherë të ardhurat nga TVSH-ja me të paktën 500 milionë euro. Rritjet më të lartë në shumat e certifikuara të TVSH-s e kanë shënuar shërbimet e hotelierisë 37,9%, taksi 32,9%, akomodimi 19,7% dhe automobilat 19,4%. Të paktën 1/3 e rritjes vjetore të ardhurave nga TVSH-ja në periudhën 2022-2024 i atribuohet përmirësimit të pajtueshmërisë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.